3 të dyshuarit të rrezikshëm janë në duart të njësive speciale të policisë. Ky informacion është konfirmim që rruga për hetuesit dhe prokurorin është hapur dhe tani mund të fillojnë mbastisjet. Informacionet e para tregonin që inteligjenca kishte të drejtë. Arma e rrezikshme AK-47 gjendet në banesën e të dyshuarit të parë. Në vendin ku ishte prezent në qytetin e Pezë dhe po e mbikëqyrte aksionin, prokurori njoftohet nga udhëheqësi i aksionit se edhe 2 të dyshuarit e tjerë janë arrestuar. Mund të na që ka shku kontrollat në vende të tjera, se këto veç e tonë se. Sa i përket vendeve të tjera, sipas informata që kolegët e kanë përcjellë edhe atje gjithçka në rregull, janë arrestuar persona të dyshimta dhe kanë filluar me procedurat burrë kontroll dhe mesaturën kontroll. Gjithçka në rregull, domethënë janë arritur qëllimet sipas mesës, janë arrestuar 3 persona të dyshimta. Këtu si që po dhe është një armë e qatë për këtimin, jënë sigur dhe shumitarë ku edhe fillojnë në mbastisje. Në rregull, atëherë faleminderit. Atëherë kjo është bërë nga represionet që shë pat ju, e mira që është arrestu i panderi për që ne kemi ardhur këtu, po ashtu është gjetëm edhe një armë e cila është sekuestruar, nërsa në pas të informata që i pranë nga ana e hetuesit, ka të shkrim edhe në lokacione tjera ku janë arrestuar edhe 2 të pandeut tjera. Mbastisjet vazhdonin paralelisht në të gjithë zonën. Prokurori që drejton të operacionin inspekton nga afër grumbullimin e provave në vendet e tyre. Personi i treti dyshuar ishte nga një fshat i Gjakovës, ai atje arrestohet brenda një kamp shtëpize. Krahas hetimeve për narkotik të dyshuarit janë duke u hetuar edhe me ligjin për hetimin e pasurisë pa justifikueshme. Hetimet janë duke u kryer në Kosovë e po ashtu janë duke u shikuar edhe pasuritë që të dyshuarit kanë jashtë territorit të Kosovës.